Drejtoria e shërbimit pyjor në Shkodër pushtohet nga plerat, duket e pabesueshme, por dhe një institucion shtetëror i cili bën pjesë në Ministrinë e Mjedisit po përdoret si një vend grumbullim mbeturinash. Situata është tetë ironike, po të kthejmë në kujtesë nismat e ndryshme të Ministrisë së Mjedisit për pastrimin e territoreve apo mbajtjen pastër të ambienteve të përbashkëta, ndërsa nga ana tjetër institucionet nën kujdesin e saj përfshihen nga plerat. Ato janë të pranishme kudo. I gjithë rrethimi i këtij institucioni shoqërohet nga mbeti të cilat kanë zaptuar edhe trotuarin për kalimtarët. Sidomos mjaftonte fare pranë këtij rrethimi ndodhet një tabelë e cila shumë qartë paralajmëron qytetarët për moshedhjen e mbeturinave, pasi në të kundërt do të gjobiten. Individ dhe bizneset papërgjegjshme e kanë kthyer hyrjen e këtij institucioni një vend grumbullim mbetjesh, inertesh dhe çdo gjë tjetër, të cilat përveç erës së keqe nuk përcjellin një panoram as pak të mirë. Nuk dihet akoma sepse as përfaqësues të drejtorisë së pyjeve nuk reagojnë ashpër përballë kësaj situate.